Derisa shumica e partive politike në Ferizaj kanë shpallur kandidatin për gardë të parit të komunës së Ferizajt në zgjedhjet që do të mbahen në vitin e ardhshëm, partia më e madhe opozitare në Ferizaj PDK ende nuk ka dalë me emër të ndonjë kandidati që do ta përfaqësojë këtë parti në zgjedhjet lokale të vitit 2017. Lidhur me këtë, qytetarët Ferizajaz dhanë mendime të ndryshme se kush do të duhej të ishte personi që do ta përfaqësonte këtë parti. Mendoj se më i meritumi që duhet me konë është Hakim Aliu. Ai meriton se ka merita, është djallëzët i shkollum. E vlerësoj. Dhe besoj që edhe nëse... Unë jes me fjallë tina, njëta, i vetëmi që meriton për kryetarët komunës. Me të vërtet ka unë një kontribut, por shumë kohë e shkurtë të kone e tina. Ti shkon pak me e gjatë, nuk i shkurtë të kohë. Me e dim fort mirë se shfar njeri është, sa ka, far kapaciteti ka, shka ka të krym, krejt e dim, sa ka aftësi, po njerës të aftë nuk i lonë pozita. Ka më glavësen. Mirë po a i në rrugë para vaktit, se i ndodhe një fatkeqësi komunikacioni. Qaj Agimi. Ajo është familje tina janë patriota. Agimi me motërë, me vllazën, me këtë patriota. E disa nga qytetarët e anketuar nga televizioni Tema u shpreh të zhgënjur me udhëheqësinë ferizajase në tërë vitet e pasluftës, duke thënë se nuk duan as të dëgjojnë për partitë politike. Hecin gjasnjo, as e këshyri doj me të korë. Pse është? Pse, shakimi këshyri, so mirë kërko. Hec, asnjo, vëlla. Qaj që t'hin i mirë, qaj që t'hin i mirë, kej po dholin lara, muna. Vëlla, populli ka përkro krejt, kur ako para lufte, e tashti në ka përzi puna, as na s'pedim. S'pedim kush pa puna për shtet, as kush nuk pa muj me dit as populli. Nuk pa dim tashti kush në i drejt. Njoni tjetër në kritikujnë në populli s'pedin kush është i drejt që punën për drejtësi. Po ta vetë për vendosin, kush është kush son. Vetë për vendosin. Ka në LDK. Nuk tasht me full me krasu ma ata hasmit që kemi po. Ka në PDK, ka në vendus. Gjithkun ka gjinë të mirë e të këshi. Mal pa okë s'ka. Zgjedhjet lokale u mbajtën në nëntor të vitit 2013. Nga këto zgjedhje në raundin e parë, printe kandidati i PDK-s Agim Aliu me 39.20% të votave të qytetarëve, ndërsa kundër kandidati i tij nga LDK-ja Muharrem Zvarqa kishte marrë 31.15% të votave. Mirë po pas publikimit të këtyre rezultateve, PDK dhe LDK shkuan në balotazh në dhjetor, ku pas koalicionit LDK-AK në janar të vitit 2014 u formua qeveria lokale nga këto dy parti.